I wish I wore some headphones. Make sure I look better. Bananini, tum tum tum, so ballerina cappuccino. Open the door. Open the door, please. That's why. Shush. Check how many views. Check some views. Check how many views. Check how many views, likes, subs, comments, and shares. We have 6 subs, 3,000 views, 42 likes, 3 comments. I'm about to get 10K. I'm about to get 60 soon subs. 60 subs. My goal is to get. My goal is to create my post.
Se s'kisha fëmijë kalamar. 14 vjeçë ngel shtatzane ke quni. Me një person që i pinte drogë. Edhe unë nuk e dija që i pinte drogë. Po si u njohme? Në lagje u njoftën atë. S'unë dilja rriti dhe në lagje. Unë nuk e dija që ishe shtatzane. Familja një më kupton që unë ishe shtatzane. Se ishe 14 vjeçë. Po si reagojnë gjyshi, tezja, familja? Ti nuk je vajza jo. Kam nejtur për jashtë. Rije jashtë. Më morën, më kërcënuan, më mbajtën 2 ditë, brenda myrë, shtatzane. Po pse? Më përdonoi një shofer. Besë shumë me të ngërën. Dhe ti ndërkohë ishe edhe shtatzan dhe flije jashtë. Po, vajta në mujnë e 8 dhe shoh që unë po afroja gati, do duroja dhe një muj. Ndërkohë unë nuk isha ku të shkoja atë natë dhe nxjerr kokën në dorë për të kërkuar një ndihmë. Dhe që më ndalon të dikush një shofer, dikush. Ky më merr në makinë edhe më çon me një shpill më mbyll 2 ditë. Më përdonon, më rreth, edhe thash në atë moment më duket se nuk vdiqja me çmim. Po pse nuk e kalon zonë? Shkova, Po, nuk ma morën për bazë. pse? Shkova ke rajoni 4, ke rajoni 3. Nuk ka reaguar asnjë. Por nuk ka qenë një me vështirë jetë. Më merr një grua pastaj, ajo ishte me një kohë, e falenderoj shumë. Se flet po për jashtë më tha. Po s'kam të shkoj tash. Hajde thot ke shtëpia ime, unë kam një kasole. Ke liçej. Mirë se Linda qone, shkova ke materniteti me gjendjen që edhe më pitet fikët dhe merte fruma nuk isha, domethënë që të heqsh. Më ndihmoj njerëzit e rrugës. Çfarë ndodhi më pas? Doli nga materniteti dhe Dola nga spitali dhe mendosha të shkoj. e more çuni? Po, more. Cili ishte momenti i parë kur e more në dorë? Ishte një gjë që më dhinte shpirti Italia. Domethënë, që ishte për provas, mendova që pse ta bëj një gjë si nona ime. Pse ta bëj një gjë që nona ime ka Dhe bërë. ti ishe vetëm 14 vjeç. 14 vjeçë, aty pastaj i mendova dhe po fillosha sikur po zhvillosha pak. Shketa 2 ditë prapë për jashtë. Në ka Çuni e valloi fare. shkoj në zoologike Drasët. Edhe ditë çfarë lysha. Punosha muzikë, Çdo me thënë në muzikë. balerik. Kam punuar. Më bëri forca që të mblidhsha para se më desh. Në lokale nate. Fillim të pas punës si kamarire, po kur shikoja gocat që me një dhe, për 5.000 I am always 2 steps ahead. euro. Always. Thoshta kam nevojë për vetë. Dua. Po që nuk bëj balerina. I bëja të punosha këtu prapë. Vjen se të kërkohet një tjetër. Shumë gjëra për të gjatit. Po nuk pranoja. Nëzishin para shumë. Edhe pse isha në atë situatë nuk i pranoja. Më ndihmojnë njerëzit, bëj letrat, për që djalin ta buq, fushkoj. I thash unë e lej djalin, por nuk e lej që ta vlerësoj. Po ta lej derisa unë të kap vetën, të bëj lek. Ku ktheve për të fjetur? Kam flet për jashtë shumë. Po pse nuk shkoi tek gjyshi apo ishte e pamundur? Unë isha tepër për ato zotjatit. Isha shumë e tepër. Isha një fëmijë e pa përfitur, një gocë e pa, sikur nuk isha bia atyre. E tepërt gjeni në mënyrën e tepër sepse tezja të njohur me dikë dhe donte të përfitonte nga ty apo jo. Po, e shumë e drejtë.
Kur qova qunë në fushkruj në buq, ajo më thot mua, hajde thot mos punon musik, thot se do të prezentoj me një burr. Ai burr ishte gëxhem, për mu në moshën që ishte 40 vjeç. Edhe i thot, sa më dojë, se më nuk dua burr. Jo, po ti do rish rrugëve, do vush, nuk e përbalon do tjetër, do ikësh në dorë, se kishte intereset e saj. Cilat ishin këto interesa? Që ajo të merrte para dhe mund të shkoj aty. Ti e në momentin që kjo mori parat nga i burr, te Momenti kur ai erdhi, unë isha me djalit, me tezën, atë, a mori na çovi në një hotel. Kjo s'ma bet vënte dhe kishte marrë lekët. Unë e pash që mori tezën. Edhe nuk mora në shpeta, rrit për në hotel t'i tha se unë nuk vënon, do vi shpejt. Po ai pse nuk të çon në shtëpi? I thash, për që më more këto? Më thot unë ky mirë të atajtë se do të qërë të shtëpia, po një qërje shumë e egërt. Edhe në atë moment, pranova të shkoj ataj, sepse me dova gjyshi po më torturon. Këto po më torturon, unë qërëntova një farë momenti, isha vetvetja më. Mora djalin edhe shkova taj. Edhe shumë hajde më qotë të shtëpia jo. Jo, tha, do rrit njërë këtu me qira, pastaj ku që ke shtëpia ime. Unë nuk e lash të që të flipte me mua akoma, e lash ma ishte, më lërë po. Ky më lanë aty 3 ditë, edhe ishte deo, ishte i droguar dhe ky. Mas 3 muaj ka vetuna. Time to say this. Që mbante vetë, edhe më mësinte komplet. Do më dhanë këte për të shku ke një familja ime, po prapë thosha, pse? Do shkoj, ku do në kohën? Ti ti thëtë. Në ato linje, në ato shenja, më shef shurira se ne ishim rritur me videon, një dhe këtë këtova sot. Ke ftuar fushurin tënde, videon? Po, më shef edhe thot, qarë ke thot? As gjetje. Edhe hik. Disa të ndrejte me këtë person? Me këtë personeta një vit me qëra, shkova ke familja ti. Ke nona, ke Qoj në baba. familje. Po. Cili ishte qëllimi ti? Thjesht më merte për jashtetit. Të bënte dokumentat e ti, më qote prostitute për jashtë. Kjo ishte qëllimi aty, sa i kishte një grua shumë të mirë. Ishte edhe një gosë shumë të mirë. Unë fillim u prezentova si një mikesh i shoqe ati, jo si grua. Kena flit me i venë zote atit. Unë me grune atit, vajzën atit kam shumë mirë. Vajza atit ishte original si vajza imë sot. Se ngjesoj shumë. Po ti fole me të shoqen? Kaloj me një vit ke shtëpia këtit. Atëherë më tregon kjo, më shpreh lirisht. Që? Una kam burr, por ty të do për rrugë. Ty nuk të merë për grua. Edhe unë t'jeva pak si keq, sepse nuk i t'ja planet e tyre. Edhe i kjo në larkohën fshërës. Shkoj fleke drasat prapë në Zoluzin. Okay, so I'm gonna do this off, so bye.